Përshëndetje nga kuzhina Nerit. Sot kam vendosur të përgatitem një iftar të sheshëm me shniclla të pulës, që e kam postuar recetën pra për dëshirën e fëmijëve për kanë qef poshtë të tonën. I kam pas hazër në frez, e kam postuar recetën si kam gjithmonë në frez kurt me nevojitën. Pra shniclla të pulës me orez, shumë e sheshëm se dhe sosin perfekt. Kaj që na nevojitën për përgatitjen e orezit, pra janë 2 gota të ujit, 200 ml plot me orez, i kom pastru mirë. Mandej i kom marr kësi orez që është ose kësi makarona që janë pak më të mëdhej, edhe 50 gram me buter për ndryshe gjalp, një lugë të gjellës me veget edhe vaj. Për përgatitjen e sosit na nevojitën 500 ml halta ose shlagzane, këto në Gjermani ose ajk, 2 karrota, një lugë të çajit biberzi, një lugë të mesme me hudhër, një lugë të gjellës me veget, brokoli të fresk, 3-4 copa, 200 ml ujë edhe bismillah fillojna me përgatitjen mas pare të orizit. Në një tenxhere pra hedhim vaj edhe lojna që të nxehet vaji mirë. E lojna vajin me nxehë, në anën tjetër në tenxherën tjetër pra hedhim 500 ml me halta, sepse e kemi lëshu shpërejtin. Këto që të kanë pru boll, gjeni pra. Edhe marketet shqiptare ka kudo, më thoni që ku pigjon shembull, kur kudo ka. Tash t'i marrim. Karotat i kam të freskëta që i kam ngri, edhe i kam lënë me fresë, vyn pra, e nxerri edhe i përdore. Tash e shpëlojna pak me ujë këtë halta. Shpëlojna pra pak me ujë, edhe e lojna halta që të zihet pra me karotën. Në anën tjetër edhe vaj është nxehur. E marrim s'pari këtë orizin që është me spinall, kukra. Kaverdisën me vaj që me lëngjë. Si këse katë. Pasi që ja kemi dhonë ngjyrën që shto këti orizit, tash marrim orizin e bardhë, kësin po. E kom qita shto orizin e bardhë edhe i kaverdisin të llojet të bashkë. E kemi kaverdis pra të 2 orizat, pra e kemi kaverdis për një 3-4 minuta. Tash të bismillah marrim pra 50 gram buter, mandej shtojna një lugë të gjellës veget edhe marrim ujë. Shtojna ujë të vaj, sa të mbuluar kështu se në vetë pra orizi, edhe ullim tash temperaturën prej 9, 3 ose 4. Kisha thonë 3 më mirë, pasi që kemi përzi, edhe e lojna derisa të shtërrohet pra ujë që zihet orizi, pra temperaturë të ullt. Përzinë derisa të shkrihet edhe buteri. Në anën tjetër e kemi ullë pra ashtu temperaturën tek ajka ose halta me karotën në 4 prej 9, e lojna që të zihet pra karotët deri s'futi pak, jo shumë. Pasi që kemi zi edhe ajken me karota një 10 minuta me thonë, tash marrim brokolin e kom ngri kështu edhe qesim pra brenda. E përzina. Marrim me mesat që i kom përmend, fillim. Shtojna 100 ml me ujë të ftohtë. Pasi që është zi edhe sosi me brokolin për një 10 minuta, me thonë, marrim një gotë çajit me ujë të ftohtë edhe një lugë të gjellës një sheste, edhe përzina deri tretët një sheste e qesim pra edhe sosit brenda. Pasi që kemi përzi pra një sheste me ujë, e hedhim brenda, e përzina sosin edhe një volje, dhojna qështu, edhe e nalim shpërejtim pra.
Pasi që është shtëru edhe uji si që për shqipni, tash të nalim edhe shpëretim të për largojnë të ngjirën. Qesim pallomat kuzhinës 1, 2, 3, që shtë për mi orez edhe jam byllën prap ka pakun e lojna që pallomat të thith pra dhe të lagështinë. Ta kom qitë edhe orizin me pjatë, duket perfekt. Namën tjetër pra kom qitë edhe shniclat, mjeritor që kanë qef të gjithë. Edhe sosin e parë, orizin e të formën pra, në rëmëtit, lejnë të këtërqit, pra dhe sosin e parë, edhe qesin shto, ose për një shnisla, një kanë qëtë shto një qitë, jo një qitë. Kështu që neve në bë një eritore, një salatë, vina, po ashtu. Juve nëse provani po ashtu, faleminderit për ekranin që na vëni komentet e bukura e deri në recetin e radhës ka kuzhina e mirit të tanë, miru po fshin.